Kapsoa kanë më shumë këta, por dhun kanë më shumë këta. Këta munden vetëm me një masivitet qytetar qëndrestarësh. Ndaj, sot hymë në ditën e 16 dhe do qëndrojmë këtu dhe do kërkojmë masivitetin e qytetarëve për t'i rrethuar dhe për t'a blokuar gjithë Shqipërinë përmes njerëzve të lirë. Njerëzve të cilët nuk i nënshtrojnë regjimit të Edi Ramës. Unë jam në protest. Cilës protest? Ja kush protesta? Unë kam 15 ditë protest. Protesta ishte me 5 muaj parti. Unë jam 15 ditë protest, unë vazhdoj protest, ti më thua të ftuan në protest. Unë jam në protest. Kjo është protesta, apo jo? Afrori Gert. Të dashur qytetar, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që rezistenca, qëndresa është pika e kthesës përballë këtij regjimi që ka marrë peng vendin. Kjo kërkon qëndresë. Kjo kërkon që çdo ditë të mlidhemi këtu. Kjo kërkon që pa ndalim. Kjo kërkon që ky dhjetor të mos i ndalë asnjë moment reagimi qytetar. Kjo kërkon qytetarët të zbresin me fëmijët masivisht, sepse Edi Rama mundet nëse ne i kemi fëmijët për dore duke u përballur me të. Ky dhjetor duhet jetë dhjetori njerëzve që rezistojnë, që ndalen këtu dhe përballen. Nuk e mundim dot këtë me metodat e tij. Këtë e mundim duke u bashkuar masivisht përtej flamurëve të partive nën flamurin ton kombëtar. Ja ikën. Se e din dhe këta që fuqia jonë është qëndresa. Sepse unë jam i bind që kjo republik bëhet më e mirë nëse qytetarët mësojnë të protestojnë dhe rezistojnë në vazhdimsi, masivisht, këtu, ditë natë. Nuk zgjidhet kjo punë me turizëm protestash. Kjo zgjidhet me protesta që nuk ndalen. Si rumunët, si bugarët, si grekët, si sërbët, si njerëzit që dinë ç'është demokracia dhe luftojnë për të. Bravo! Ndaj, unë ju ftoj të arrisim këtë valë, të bashkohemi sa më shumë dhe të ndryshojmë këtë histori, duke vendosur standardet të tjera, standardet e rezistencës, standardet e përballjes,